Bismillahirrahmanirrahim, të dashur vëllezër, të nderuar motra, si ta bëjmë Kur'anin pjesë të përditshmërisë tonë në lexim, në meditim, në analizë, në eksplorim, të gjejmë margaritarët e urtësive, të cilat Allahu na i ka dhuru. E para, sa herë ta lexosh Kur'anin, edhe e mbyll, edhe e hap, dije që kemë pa diçka që më herët nuk e ke pa. Me siguri se ti e ke pa, po çaq ta jep një përshtypje të jashtëzakonshme leximi i Kur'anit që asnjë libër në botë nuk ta jep. Prandaj fokusohu në leximin, edhe gjeje në prioritetet e tua të jetës tone, gjeje një kohë, saktoje një kohë, o para namazi, o pas namazi, o para syfyri, o pas syfyri, o para se me shku në xhami, o pasi që të kthehesh prej xhamie, gjeje një kohë. E dyta, lexo pak por mos u ndal. Vazhdo, se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qall, veprat më të mira tek Allahu janë ato që rrjedhin, vazhdohen, nuk ndalohen, se punuari, madje ka thonë edhe qofshin pak, e kanë bereqetin e madh. Kuptu, merre lexo edhe ktheju kuptimeve të domethënieve të fjalëve të Zotit. I ki mundësit e arta. Wallahi adhim, ne shqiptarët jemi të begatum që i kemi kuptimet e domethënieve të fjalëve të Zotit aq bukur të spjeguara nëpërmjet dietarëve, hoxhallarëve tan, madje t'i japin një kurreshte të madhe se sa bukur i kanë përshtat këto kuptime në mënyrë që ne ta kuptojmë fjalën e Allahut sipas kuptimeve edhe të njëjtën kohë nëpërmjet gjuhës së nënave tona. Ne tash e kena mundësi të ta përdorim teknologjinë në mënyrë që nuk ka tablet apo nuk ka telefon, që thonë ta telefonat e mençur, e që nuk ka mundësi me instalu fjalën e Allahut. Edhe kudo që të jemi, nëse po na vjen vështirë ta kapum mushafin, ta vendosim mushafin tash në teknologji. Edhe derisa mundësia atje për të provoku me ndëgju ndonjë lajm, e që është koha sot e bombardimeve të lajmeve dhe të informatave të ndryshme, e janë ta prekum rubrikën e fjalës të Allahut edhe ta hapum margaritarin dhe dritaren e madhe që në po na pret fjala e Allahut Dhul Xhelal. Mandej është interesant ta përfshijmë familjen, fëmijët, gratë, shoqëritë, njerëzit, shokët, kolegët, ti përfshim leximin e fjalëve të Zotit, të bëjmë hatme me ta, të pyesim ata ku kem rri, ku kem ngec, edhe çështja tjetër, të mundohemi ta memorizojmë, ta rifreskojmë memorinë tonë me fjalët e Zotit. Ka mundësi kjo, është mundësia e artë, nuk ka ma lehtë se me mësu fjalën e Zotit, por edhe të njëjtën kohë nëse nuk e përsëritum, nuk ka ma lehtë se me humb memorizimin e saj. Prandaj mundësia e artë është tash ta rifreskojmë kujtesën tonë. Të njëjtën kohë, ata cilët kanë fillu me lexu fjalën e Allahut, edhe në fillastar, mos ti rrok paniku, jo s'pe shqiptoj bukur. Ti ki dy përparësi që unë nuk i kam, sepse atë cilën ti po e munohesh, atë që ti po jep mund, Zoti ka më ta vlerësu shumë. Edhe të njëjtën kohë, atë përpjekjen tone, edhe pse nuk je i rrjedhshëm, edhe pse artikulimi yt është duke i mungu saktësia, Allahu e dën. Shumë Allahu e dën, madje nëse bën me thonë në jargonin popullor, edhe atë belbezimin ton, leximin e Kur'anit, subhanallahu, Zoti shumë e çmon. E me lek ta lakmojnë. Prandaj mos u ndal, sepse kështu është një përjetim i veçantë. Kjo është një kohë, një tranzit kohë e cila ka me kalu, vallahi kur ta rikthesh memorien se si ke fillu me lexu Kur'anit, kujtohen ato ditë, ato net që nuk e mujt me lexu, e sa herë tash e lexon bukur, edhe e artikulon rrjedhshëm, ka më të kujtu, por është një përjetim i veçantë që nuk ka mundësi me të rikthy më, po përveç se do të mbeten kujtesë e bukur. Prandaj përjeton edhe këtë kohë ku jeni fillastar në leximin e fjalës Allahut. Të njëjtën kohë mos u dekurajo nëse nuk lexon rrjedhshëm, nëse nuk e kupton. Pyet ndonjë njeri i cili din më mirë se ti, qoftë hoxh apo qoftë haxhi apo qoftë studiues i mirë i Kur'anit, madje mundësia për të kërku, për të verifiku, për të eksploru, sot është shumë e madhe, edhe nëpërmjet rrjeteve të ndryshme sociale, qasja shumë e madhe, vetëm ti apo don. Prandaj këtu ne nëpërmjet leximit edhe të njëjtën kohë listimit prioriteteve për leximin e fjalëve të
të Allahut te baraka u taala, është edhe njëtë ku me lut Allahun që nëpërmjet leximit na shtohen ambicet për ta kërkuar ndihmën e Allahut, në mënyrë që Allahu te baraka u taala të na jap sukses edhe të na dhuron kënaqësinë në jetën kësaj bote, edhe të trokosim dyrve sukseseve tona nëpërmjet leximit të fjalëve të Allahut te baraka u taala.